s'po di që me thonë tjetër, mu ma ka djekë zamrën, s'po di që me thonë. Kështu që kush ko qef let vjen në ora 12:30 mohët gjenozja, mohët folja e gjenozës të Varrizat të Kosovë. Qështu që 12:30, se po më keni shkru shumë mesazhe edhe pju kalzoj. Hajde më të reme. Vesh pju kalzoj TikTok. To shpirtin. Faleminderit shumë. Kush ko qef let vjen edhe qështu që se s'po di vish për përsëriti se më bo si hup s'kum flejt të natën, s'kum pushu ta man qësht dët në ora 12:30 rrafsh mohët falët gjenazja edhe që aty vërrusët të Varrizat. Gjenazja të Varrizat falët edhe që aty vërrusët. Kush do në ardhë, mirë se vjen, Zoti është shpërblet me xhenet, e faleminderit shumë. Qështë kam, e mirë, që ti, o i balë, kështë është, faleminderit. Amin, faleminderit. Kështë është, faleminderit shumë. Qështë njerëz, në ora 12:30 mohët, vërrime buhet, kush do në orë, kush ko qef let vjen, se më kanë shkru shumë edhe në mesazhe për që ata vendosa me hi e mi u kalzu kështu live, që në ora 12:30 mohët të Varrizat fush Kosovë, të Xhamia e Re, e kaloni atë prugën para të Otpodi, si ta kaloni Otpodi me nëhere non të djatën Varrizat, që aty që fali gjenazja edhe qështë. S'po di që me thonë tjetër, faleminderit këtë për juve që më keni shkru mesazhe, më keni dhonë ngushtime, më keni dhonë më keni najt afër me mesazhe, më keni najt afër me telefonata, se në alkur, inshallah, ja u kthej mëzime, ma bjen Zoti se cilit, se çdo fjallë u konë, sa dhe pak për mu konë një farë, mos gjunë ju lutna, se s'po kam qef me gjujtë kërkosheq, veçina me ju kalzu, të lutna mos gjunë se për një vetën kjesë ku stakfirullah me shfrizu rastin për e u dhe bela, për gifta, po veç deshta me ju kalzu që në ora 12:30 mohët vërrime, falë gjenazja edhe të Varrizat fush Kosovë. E juve Allah ju rujt e faleminderit shumë, për se cilit sinqerisht. Mirë, qështë ka ma e mirë, Allah i balë, s'kofshtash mësë mëzë. E qështë njerës, se i ka se ka njësë marë njerës, Zoti ju rujt 12:30, mësë harënin, 12:30 të Varrizat fush Kosovë. Zoti ju rujt krejtve e faleminderit krejtve për çdo mesazh e çdo koment që ma keni shkru, inshallah veç në gëzime ja u kthej. Kalofshit mirë.